dallare do të emocionohen. Shyrete Beluli dhe Angjelusha Saliu, një nga dyshit më të dashurat të muzikës popullore, kanë publikuar këngën e tyre të re. Një projekt i qetë, i ngrohtë dhe i mbushur me emocion. Tema këtë herë kushtohet një figurë të veçantë për çdo familje shqiptare, dajës, dhe kjo ka bërë këngën të shpërndahet me shpejtësi në rrjetet sociale. Vargjet e këngës janë të thjeshta dhe prekin direkt. Ato sjellin kujtime, mallë dhe respekt dhe dashuri për dajen, figurë që gjithmonë ka pasur vend të veçantë në traditën tonë. Nuk është çudi që të gjithë dajallarët që e dëgjojnë do të emocionohen, sepse kënga i bën njerëzit të ndalen një sekond e të kujtojnë njeriu që shpesh ka qenë mbështetja, shoku dhe krahu i familjes. Interpretimi i nënës dhe i bijës është i pastër, i butë dhe shumë i ndjerë. Zërat e tyre lidhen natyrshëm, duke bërë këngën të dëgjohet në qetësi, me një lloj atmosfere familjare që sot rrallë gjen. Hajde daj nuk është vetëm këngë për të dëgjuar, është këngë për të ndjerë, dhe pikërisht kjo po e kthen këtë në hitin e radhës së tyre. Për të informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.